Adri Nurellari, gjithashtu në lidhje të drejt për drejt. Mirëmëngjes Adri, faleminderit që jemi ne nëse jemi ne në këto momente dhe të shoh që je. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Pyetja është e thjeshtë, çfarë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në një seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës, ku po shkon ky ngërç dhe apo bën skem Albin Kurti për të zgjedhur presidentin që do, apo është vërtet tolerancë ndaj opozitës me kërkesën që i bëri për të propozuar emër me 15 firma. Mi shta themi fjallë, Adri opozit këtu, opozit atje. Unë e di që Albatrosit i pëlqen të jetë me pushtetin, sidomos kur është i majt, po ka njerëz që nuk ja përtojnë opozitarizmin. Adri Nurellari, Albatros e Rexhaj. Ka një problem thelbësor aty, që zoti Kurti faktikisht ishte duke bërë një skem, një teatr, demek për t'i vënë fajin opozitës për mos zgjedhjen e presidentit çuar në zgjedhje parakoshme, sepse në të vërtetë ai e arriti atë që donte. Domethënë edhe periudhën e shtesë që u ofrua nga vendimi i gjykatës shtetësuese pas 5 marsit, ai nuk e shfrytëzoi për të krijuar një konsensus edhe një bashkëpunim, por thjesht për të ndërmarrë veprime dhe takime, bisedime, deklarata, për të lënë përshtypje sikur duke dhënë maksimumin për të siguruar shumicën e dur për presidentin me parti opozitare, ndërkohë që ai këtë donte dhe s'ka donte afatit, mbaronte koha e zgjedhjes së presidentit, donte që t'i mbaronte mandati edhe presidentes Vjosa Osmani, me të cilën kishte një bashkëpunim të ngushtë, por ndërkohë kishte edhe mosmarrveshje, sidomos për sa i përket emrave dhe pushtetit. Dhe priti enkas që të zvendësoj president Osmani me kushtuesin e detyrës Albin Haxhiu, që ka një njerëz me besnike më të bindur. Ju kujtojtu që vitin e kaluar janë bërë 47 seanca për ta zgjedhur atë kryetar të kuvendit. Dhe me një vendim të gjykatës shtetësuese në kohën e Jakub Krasniqit si zëvendësues presidenti, çdo vendim i marrë nga zëvendësuesi presidenti, nga ushtruesi i detyrës presidentit konsiderohet i ligjor, si pas janë presidenti i zgjedhur tamam. Dhe për këtë arsye, ai donte që të kishte Albin Haxhiu si presidente që e ka të bindur dhe i voton dhe i mbush ato vende vakante që Vjosa Osmani pranonte t'ja votonte. Dhe kjo u duk më së miri me faktin që njeriu i parë që Albin Haxhiu si presidente, si ushtruesi i detyrës presidentes votoi, emëroi, dekretoi, ishte shefi i shërbimit sekret, sepse duhet shefi i shërbimit sekret tani në moment krize, po themi, ose në moment situatë tillë, vetëm të tregon pak atë oreksin e Kurtit për të emëruar dhe për të zënë atë gjitha vendet vakante, për të emëruar njerëz të bordeve, për të emëruar këshillat e ndryshëm, për të emëruar siç ka emëruar tani një seri ambasadorësh në vende kyç, të cilët Vjosa Osmani ka refuzuar që t'ia emëroj. Pra, kjo ishte kërkesa ose dëshira e Kurtit. Kurti thjesht për veten e vet e ka shtyrë krizën për një kohë të dytë, por ndërkaq të tëra ato vende vakante, agjenci, këshilli prokurorial e Kosovës, i prokurorisë, vendet vakante në gjykatën shtetësuese, përpiqet i mbushin përballë presidentes me njerëz të vet, e kur të vijë një president konsensual pas disa muajsh, pas zgjedhjeve të ardhshme, këto vende do jenë të zëna dhe nuk mund të shkarkojnë zyrtarët e tyre se kanë mandatin me afat, kohor, mund të shkarkojnë vetëm se bëjnë shkelje të mëdha. Pra kjo është skema e thjeshtë e Kurtit. Kurti nuk ka dashur një president konsensual, Kurti thjesht ka dashur të bëjë një show gjasme, po përpiqem, po bëj maksimumin për të arritur shumë konsensuale, por thellë ai interesin e ngushtë të situatë ka pasur, ku të kishte Albin Haxhiu në ushtruese e detyrës të presidentes dhe të vendoste e të emëronte gjithë ata njerëz që ai donte, por që Vjosa Osmani ka refuzuar që t'ja dekretojë ose t'ja pranojë. E kuptoj. Rexhe? Ku më janë nisë, ku më e përfundu. Unë mendoj që kryeministri Kurti ka bë maksimumin që ka mundur të bëhet, sepse njerëzit nuk votojnë në Kosovë për zgjedhjen e presidentit, votojnë për zgjedhjen e kryeministrit. Dhe ai ka marrë në 2 zgjedhje që janë bërë vitin 2025, është demonstruar që populli i Kosovës e don Albin Kurtin si kryeministër. Edhe tash ishim në një situatë dhe vazhdojmë të jemi edhe pas shpërndarjes kuvendit pak të çuditshme, ku instrumenti i bojkotit kthehet në institucion të lehtëshëm. Donë që ne nuk vim fare në seancë, prishim kvorumin edhe e mojmë peng të gjithë procesin. Në fundit,
Asku në kushtetutë nuk thua që duhet të kesh marrëveshje ti për me bë këto, me bë atë, shkoni ke kandidatin tënd, ka një kandidat përballë një kundër kandidatit tjetër, ai që i ka votat, nëse nuk zgjedhet raundin e parë, nëse nuk zgjedhet raundin e dytë, zgjedhet në raundin e tretë. Tash opozita në Kosovë ka legjitime me atë idenë me thonë që ne nuk duam që të lëm kjo parti të ketë gjitha pozitat e tjera andej e këndena, por unë mendoj që kjo nuk është problemi, kjo nuk është çështje, është retorike lidhshme, është retorikë interesante në për studio. Problemi është se partitë opozitare në Kosovë, si PDK-ja, ashtu dhe LDK-ja, e kanë një ide se nëse shkohet në zgjedhje, do gryhet mbështetja elektorale për Albin Kurtin dhe ai nuk do t'i ketë më 51%, do ketë më pak, që do më thonë prap do ketë mjaftueshëm, po do ketë më pak, nëse është nevoja do shkojmë dhe një cikël tjetër zgjedhjeve deri në momentin kur ky zotëria e kanë gabim, sepse unë mendoj që do jetë e kundërta, unë mendoj që populli i Kosovës do mendoj mirë para se të vetojë, në kuptimin që nuk do e djeg votën e vet, qoftë për subjekte që e din që nuk mundet me bëhet diferencën. Mendoj që këto zgjedhje do kthehen në një plebishit për ose kundër Albin Kurtit. Tip referendumi. Një tip referendumi, edhe ajo nuk do dalë kjo hesap ashtu si këta e kanë mendu. Edhe është një gjë tjetër që duhet thonë që për dallim prej këtyre partive të tjera, Albin Kurti futet në zgjedhje me një situatë konsoliduar me në partisë vet, me një ekip të konsoliduar me në partisë vet, ku nuk ka krizë leadershipi sikur që ka në Lidhjen Demokratike të Kosovës, apo situatë fatkeqe, siç e ka Partia Demokratike e Kosovës me liderët që nuk i ka aty. Sikur ti kishte liderët në Kosovë, situata do ishte gara do ishte, të themi, më fair, ta kemi të qartë, do ishte më fair. Por nuk është, dhe nuk është kjo për fajin tonë. Tjetër, Vjosa Osmani nuk është që do bëjnë një diferencë, duhet me tregu nuk e shef të faktorizuar? Sepse Vjosa Osmani duhet ta tregoj atëherë ndodh parë. Pse ka dalë nga Lidhja Demokratike e Kosovës në vitin 2021? Edhe pse tash po kthehet Lidhja Demokratike të Kosovës në vitin 2026? Çfarë ka ndryshuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës që ajo tash po kthehet? Edhe unë mendoj që kjo nuk do e bëj atë diferencën e madhe së fare presin qytetarët. Unë kam qenë përkras i madh i Vjosës në idenë që ajo të rizidhet, në mandatin e dytë, por kjo gjë nuk ka ndodhur dhe po mendoj që është jo mirë që ajo tash ta lejoj LDK-n që të luajë me emrin e saj, jo është kandidatja jonë, kur dha ajo vetë e din mirë që nëse vjen puna te kutia, në kuptimin të kutia e votimit, nuk i ka gjitha votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka aty fraksionet fuqishme, cilët kanë qenë dhe ngelin kategorikisht kundër Vjosa Osmanit. Ndërkohë, a do të jetë një garë mes Kurtit dhe Vjosa Osmanit për presidentin Adri, apo do të jetë për zgjedhjet e ardhshme gara Kurti Osmani? Nuk ka kjo garë Kurti. Shikojmë diçka. Populli i Kosovës me manipulimin ku kishte marrë pjesë vetë Vjosa Osmani, duke përcaktuar enkas datën e zgjedhjeve, datën 28 dhjetor, gjë që vetë Vjosa Osmani pastaj e pranoi dhe nënçoi në farë mënyrë veten, duke thënë që isha pjesë e këtij mekaniku, e këtij inxhinieringu, po themi, këtij mekanizmi. Zoti Kurti ka marrë si asnjëherë më parë, ka marrë një shumicë të thjeshtë, cilën e jep mundësi me legjën e plotë të krijojë qeveri. Por nuk ka marrë shumicë cilësore që kërkohet për të zgjedhur presidentin. Pra, padyshim që e ka marrë drejtën e vet për të krijuar qeverinë, por nuk e ka marrë për të marrë presidentin. Dhe në kushte ku ke një majorancë kaq të madhe, për marrë presidentin do të bëj kompromis. Njerëz të tjerë para tij kanë pasur shumica dërmuese ose kanë pasur shumica të mëdha në parlament, siç ka qenë Ibrahim Rugova, meqense albatrosin e ke Rugovis vjetër. I vazhdoi të jetë. Ka bërë kompromis. Bravo, edhe ka marrë kompromise. Është me ka qenë me Rugova, Rugova ka marrë 47 deputet. Ka mbajtur postën e presidentit, por ka dhënë kryeministrit, sepse atë kohë postën e kryeministrit nuk kishte një vlerë të madhe në praninë e UNMIK-ut. Dhe ndërkohë aspekti simbolik i Rugovës si kryetari i vendit ishte shumë i madh, kështu që ai pranoi të bënte një qeveri me në krye PDK-n me Baran Rexhepin, por ndër vetëm merrte postën e kryetarit të shtetit, e presidentit.
Dhe po ashtu në 2004 e njëjta gjë u përsërit, prap LDK mori një shumicë dërmuese, mori prap 47 mandate. Por Sharave bëri koalicionin qeverisës me Ramush Haradinaj, duke bërë ata kryeministër, edhe vetë duke mbatur postën e presidentit. Pra, Kosova nuk është e Pa aso kohë nuk ka qenë forumi për 80 kusht, i dashur në ADP. Jo, po pavarësisht ka qenë apo s'ka qenë forumi, unë po flas për frymën e konsensusit edhe për të respektuar votën edhe kushtet e një presidenti mbi gjithaj palët. Po, nuk ka qenë kushti, por ka qenë vullneti, sepse vetëvendosja e ka ngritur karrierën e vet me logjikën e jo negociata e vetëvendosje. Dhe kjo vetëm përsëritet. Kurti nuk do të bashkëpunojë, nuk do të ndajë pushtet, nuk do të arrijë frym konsensusi dhe këtë e thotë edhe troqe dhe hapur. Mirë po. Po nëse e thotë troqe dhe hapur, atëherë pse në fundjavë i kërkoi partive opozitare emra, propozime? Shiko, Flavio, 3 propozime. Është që Sharakët pretendohet që negociatat vën emra. Ai kjo është një akt populist i tij për treguar që po përpiqen pa. Nuk pas kemi fat sot me qësinë e internetit. Adri e thani gjë shumë e vlerë që apo dëgjoni? Po, dëgjohesh Adri. Po, emrat edhe figurat nuk nxirren në cirk ose në panajër, sikur po shet gjet gjallë, sikur po shet kafsh. Edhe hajde të merr ti. Kto funksionojnë e para një herë me korniza bashkëpunimi, me marrëveshje paraprake, ku vendosin kritere, ku palët në negociata e sipër pajtohen për emrat dhe pastaj bëhen publik, se nuk mund të poshtrosh të fyesh njerëz kur s'ke një konsensus, ti nxjerrësh emra të rëndësishëm, njerëzish figura konsensuale mbi tarapalët, ti nxjerrësh i prapësh dhe pastaj të bëhen pjesë e debatit kur s'ka pasur një marrëveshje paraprake. Është jo serioze dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në para që të ndodhi kështu. Por zoti Kurti e nka thoshte emra për të lënë përshtypje sikur ka qenë bara e provës dhe fajt ka qenë te opozita dhe te ai se demek se po të ishte një emër të mirë ai do të kishte votuar. Por kjo është thjesht një pjesë e skemës së tij, i cili patyshim që interesi kryesor kishte një ushtar të bindur në postin në karrierën e presidentit siç e ka tani që është Albulena. Por ai këto i bën deklarata sepse në faktikisht mënyra se si funksionon qoftë se ti në negociata mban një fleksibilitet negociate. Po që se nxjerr një emër, ti detyrohesh ta mbrosh atë emër publikisht dhe pastaj bllokohet negociata, bllokohet edhe marrëveshja. Prandaj fillimisht bëhet një marrëveshje, bëhet u ide parapraktik mes palëve për gjetur se cila është figura konsensuale mes emrave që shkëmbehen dhe pastaj bëhet publike dhe kryet procesi formalisht. Pra nuk është serioze kjo që të thuhet si një panajir ose një cirk me nxjerrje emrat një nga një, ndërkohë që s'ke pasur marrëveshje parapraktik, sepse thyese dhe poshtruese edhe ndaj figurave cilët u kanë nxjerrë emrin i bën prerje të debateve publike, por ndërkohë nuk ka një konsensus paraprak. Një gjë, Adri tha diçka shumë e vlerë, edhe që i rrëzon argumentet që ai paraqiti, që qëndrimet politike të zotni Kurtit janë transparente, domethënë edhe nuk ka ndryshuar kur gjë prej kohës kur ai ka thonë jo negociata vetëvendosje, aso koha ka qenë jo negociata në kuptimin me Serbinë. Edhe kjo gjatë rrugtimit politik të vetëvendosjes, kjo ka kaluar në ato që quhet jo negociata me politikën e vjetër, siç e selson vetëvendosja. Komplet kauza politike e lëvizjes vetëvendosje dhe zotni Kurtit është ndërtuar mbi idenë që ai nuk pranon kurrë kompromisi me partitë e vjetra që ai quhen, me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe pastaj pak a shumë edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe pse në raport me LDK-n akoma nuk jemi në atë fazën e ashpërsisë retorike si me PDK-n, sepse i konsiderojnë që këto parti janë përgjegjëse për shumë gjona që nuk kanë shku mirë në Kosovë pas çlirimit. Edhe ai vazhdon ta mbaj këtë kauzë. Tash te çështja e presidentit, Kushtetuta e Kosovës e kërkon që duhet të jetë një president që nuk vjen në parim nga strukturat politike. Po, partijak. Apartijak. Tash, sa ka qenë i sinqert zotni Kurti në ofertën e tij, sa nuk ka qenë kjo është një debat tjetër, po s'paku formën e ka përmbush, le ta kërkojmë një njerëz që është jashtë strukturës, edhe tash ta zgjedhim atë. Tash te pjesa e problemeve me Vjosa Osmanin që ka pas, kjo nuk është diçka e re. Sali Berisha ka pas problem me Bamir Topin. E hoqi Bamir Topin, e vendosi Bjarnishanin. Edi Rama e bëri president. Jo, nuk e mbaroi mandati Topit, por nuk e rizgjodhi. Okej. E tash, dhe Vjosa Osmani si mbaroi mandati. Nuk e rizgjedh Albin Kurti sepse gjatë
Po pak xheloz Albini. Jo, nuk është që u bë xheloz, por xheloz se shkoi te bordi i paqes. Nuk mërzitet Albini për bordin e paqes, Albini nuk oj djath. Edhe Albini nuk përjeton orgazm në që ta kon Trumpin. Ta kemi në qartë ato. Nuk Pedro Sanchez nuk eksitohet Albini pse ta kon Trumpin. Domethënë Albini është i majt në kuptimin publik, qëndrimet e tij dihen, nuk i mshef ato muhabete. Nuk thot un jam i majt, po s'jam. Ai është i majt dhe mbaroi muhabet. Tash nuk problemi që Albini ka pas me Vjoshën është njëjtë sikur 6 me problemet që ka pas Ali Berisha me Bamir Topin, apo që pastaj Edi Rama i pat me Ilir Metën pasi e boni president. Se nuk mundet presidenti të imponohet si autoritet mbi kryeministrin, se nuk e ka atë autoritet presidenti. Nuk e ka, sepse jemi republikë parlamentare. Okej. Tash dhe presidenti duhet të jetë më bashkëpunues me kryeministrin. Nga kjo histori fiton Albin Kurti apo humbet Albin Kurti? Unë mendoj që populli i Kosovës do mendoj shumë para se të votoj. Nuk jam i sigurt nëse kjo çështje do zgjidhet me një palë zgjedhje. Ne mund të futemi në atë ciklin bullgar që të bëhen 7-8 palë zgjedhje brenda 2-3 vitesh. Edhe si rjedhoje gjithë kësaj, do të pastrohet skena politike. Edhe do kemi 2 bloqe, nuk do kemi shumë parti nuk do kemi shumë parti në kuvendin e Kosovës. Edhe një gjë mund të ndodhë që lideri i Partisë Demokratike të lirohet, se tash domethënë jemi buz afër një vendimi, them historik të gjykatës speciale, dhe unë shpresoj që ata të mos dënohen sepse është keq për Kosovën. Edhe nëse ata kthehen, loja ndryshon. Okej. Domethënë loja ndryshon dhe gjithçka fillon nga e para. Adri? Është prapë rëndësishme të kuptojmë që me duket shumë që Sharake të pretendohet që me këtë modën që gjejmë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, që fajin e ka opozita, faji lidhet me përgjegjësinë. Përgjegjësia lidhet me peshën edhe votat. Me thënë që i fortë dhe ai që ka më shumë vota është shenjtore, edhe opozita e cila e vetme nuk mund ta anashkalojë Kurtin, është përgjegjëse, është më duket naive, më thënë edhe që Sharake, sepse është e qartë që presidenti pa Kurti nuk zgjidhet dot, sepse duhen 2/3 dhe Kurti ka ashtu shumë vota ta bllokojë. Por Kurti vetë nuk e zgjidh dot. Pra kjo është një rast i pak, po themi, ku duhet me dëmos konsensus dhe njeriu që edhe para që mund të jap konsensus, sepse ka dhe ka autoritetin, ka dhe qelsat, është Kurti. Pra është i qartë shantazhit Kurtit si partia kryesore dhe nuk ka asnjë pikë pyetje që sa i përket përgjegjësisë ose vullnetit për të lëshuar edhe për të arritur një president konsensual, prap Kurti e kishte dorë, sepse pa të nuk ka përcjell presidenti. Pra kjo është se pare punë në përgjegjësi. Dhe punë që Kurti ka lozë ndërkohën për të thënë që Demek ai ka pasur, ai ka bërë çështje mundur me këto pretendimet për emra, që e shpjegova pak më herët, por qëllimi i tij është ai që ka ndodhur, që të mbushi bordet e PTK-s, të Këshillit Gjyqësor, prokurorial, të mbushi ambasadat, me të cilat nuk i mbush dot me Vjosa Osmanin. Mandej pastaj pas zgjedhjeve shikojnë dhe bëjnë, por ndërkohë bordet e vendet vakante janë të mbushura dhe do pritet që ata njerëz të mbarojnë mandatin. Tani, se çfarë ndodhi në zgjedhje, mundësia që Kurti të marrë 2/3 është inekzistente. Domethënë, ka dikush që ka vullnetin e dëshirën ta shikojë Kosovën si një lloj Koreje të Veriut me Kim Il-jungun, ata shohin si një lloj Kube, por Kosova ka pluralizëm, është sistem partijak i konsoliduar tashmë prej 2 dekadash dhe prapë do jemi në situatë ngjashme ku do kërkohet prej Kurtit. Dhe absolutisht që kushtëdor nuk ka menduar që do ketë të bëjë me parti që edhe marrin përgjegjësi nga votat, por edhe nuk ka përgjegjësi për të zbetuar institucionet. Prandaj në ngërçi mund të vazhdoj. Por mundësia që Kurti të marrë vetë 80 deputet që duhen për të zgjidhur presidentin, për mua është një fantazi, po të ishte shumë e dëmshme edhe për një vend që të kthehej në monizëm, sepse Kurti është tashmë lideri më i fuqishëm në Kosovë. Nuk ka shumë vota se sa ka pasur ndonjëherë Rugova, se sa ka pasur ndonjëherë Hashim Thaçi ose të tjerë lider, dhe vendi me të kryeministrin, me të njerëz kaq të votuar, ka qenë në krizë pas krize. Pra këtu nuk është problemi me numrave, këtu është problemi i individit i cili
është konfliktual, ka zbuluar se me konflikt, me përplasje, me kriza ushqehet. Dhe këto krizat e kemi parë me të gjithë, kemi shikuar me partitë opozitare, me brenda partisë së tij, me sistemin e drejtësisë, me sindikatat, me dhëmat me odat e tregtisë, me mediat e kemi parë, me partnerët ndërkombëtar po flasim. Pra, nuk është këtu është problemi i Kurtit e qasja e tij, i cili tashmë krizën e ka kthyer në mjet marketingu, në mjet elektoral. Pra ngjan me anekdotën e gishtit të thyer. Slogane kishte nuk lëshojmë pe. Pra ai duke u dalë si i pa. Kjo është edhe komplet. Më duhet ta përshëndes Adrian Urrellarin fakt edhe pse nuk kam. Si fjalia e fundit, Albin Kurti është shumë transparent në qëndrimet e tij. Do më thonë... Dhe tani ka bërë goxha dëmë të transparent. është shumë... Jo, s'ka basi, do mas i gjatë vetëm hiq. Edhe është shumë transparent që ai zotria nuk e pranon kompromisin jo parimor. Edhe çka kërkon Partia e Zotit Adrian Urrellari është kompromis jo parimor. Nuk më duk shumë në fundjavë, megjithatë politikë është fundja. Faleminderit shumë Albatros Rexha që ndrove për dy tema duke mbrojtur flamurin e të majtës pan-shqiptare. Falenderoj gjithashtu Adrian Urrellarin, bashkë do shihemi më njëherë pas publicitetit.